Ne prezantuam programin e qeverisë së re për të dëshmuar se nuk ka më programe të partive politike, platforma apo deklarata, por ka as më shumë as më pak se një program të qeverisë së ardhshme të Maqedonisë, i cila në preambulën e saj parashikon mbrojtje të karakterit unitar të shtetit, rendin kushtetues dhe prioritetet tona për integrim në NATO dhe BE. Kjo ishte deklarata e Zajevit që ngriti reagimet e partive nënshkruese të platformës shqiptare. Nga Lëvizja Besa thonë se për subjektin e tyre politik, ai nuk është program qeveritar, por është vetëm një deklaratë e LSDM-s. Ne si parti e kemi programin tonë, i cilin ne kemi prezentuar edhe para qytetarëve. Së pari le ta merr zotëri Zaev mandatin nga presidenti Ivanov dhe pastaj mund të diskutojmë për platforma qeveritare. Ajo për ne nuk është platformë qeveritare. Edhe për atë nuk kemi as të informuar, por as nuk janë konsultuar me Lëvizjen Besa. Kurse nga LRPDSH thonë se në programin e LSDM-s ka shumë elemente të përbashkëta të platformës shqiptare, por pas marrjes së mandatit të Zajevit do të hyjë në bisedime për formimin e programit të qeverisë së re. Për shkak se akoma në formë të rregullt apo zyrtare nuk kemi mandatar, është herët që të diskutohet për harmonizimin e programit qeveritar. Aleanca për shqiptarët është e bindur që koha e qeverisjes së keqe tashmë ka përfunduar dhe së shpejti do të ndryshojë në mënyrë rrënjësore qeverisja dhe qasja e institucioneve ndaj qytetarëve të saj. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk komentoi rreth deklaratës së Zajevit. NKVMRO dhe PMN vazhdojnë të qëndrojnë me ofertën e tyre për bashkëqeverisje me LSDM-n, përderisa kjo heq dorë nga platforma shqiptare. LSDM është e gatshme të udhëheqë qeverinë e Tiranës, e cila është e bazuar në platformën e hartuar në një shtet të huaj, sipas diktatit të një kryeministri të huaj. Nëse Zoran Zaev ende mendon se elementet e platformës së Tiranës duhet të pranohen, atëherë për të mos i mashtruar qytetarët le të pranojë zgjedhje të reja parlamentare, së bashku me ato lokale, duke i përfshirë elementet e kësaj platforme në programin e tij. Ndryshe, partia që siguron shumicën në Kuvend e merr mandatin dhe duhet të propozojë programin qeverisës në marrëveshjen me të gjitha palët që përbëjnë shumicën e re. Pas shpalljes së mandatarit të ri, do të ketë një periudhë 20 ditore kur do të harmonizohen përcaktimet e të gjitha partive përbërëse të shumicës së re parlamentare.